Gruaja dhuron veshkën e saj kunatit dhe merr një surprizë shumë të veçantë në këmbim. Elaine Gardner dhuroi veshkën e saj dhe nuk priste kurrë asgjë në këmbim, por Marsi, i cili e dinte se asaj i mungonte koleksioni i biçikletave klasike, kështu që si falënderim i dhuroi një Harley Davidson. Kjo është historia e veçantë e një gruaje shumë bujare që ka dhuruar veshkën e saj pa pritur gjë në këmbim. Yafa Shamsudin u diagnostikua me sëmundje të veshkave në një kontroll mjekësor rutinor. Pas shumë kërkimesh, me që donatori nuk u gjet, disa nga të afërmit u ofruan për dhurim, po ashtu ndodhi me Elaine, ishte e vetmja që përputhej. Gruaja e Jafës dhe motra e Elaine, Sandra, 58 vjeçe, tha: "Jafa është një burr i mrekullueshëm dhe bujar. Elaine dhe Jafa shkojnë shumë, si motër e vëlla, dhe ajo do të bënte gjithçka për ta ndihmuar atë." Elaine Gardner nuk kishte pritur kurrë asgjë në këmbim dhe vendosi të ndihmonte kunatin e saj, i cili në fund kishte qenë ai që e habiti me dhuratën. Elaine, 52 vjeçe, dhe burri i saj, Steve, 57 vjeç, kohë më parë kishin shitur koleksionin e tyre të biçikletave klasike pasi duhej të paguanin për shtëpinë e re. Kunati i saj, Jafa, 57 vjeç, tha: "E dija se sa shumë i mungonte asaj një Harley Davidson, kështu që nuk mund të mendoja ndonjë mënyrë më të mirë falënderimi se sa t'ja zëvendësoja atë ëndër të tyre. E di që ajo nuk donte asgjë në këmbim, por isha i vendosur për dhuratën e veçantë." Elaine e prekur tha: "Çfarë mund të thuash kur merr një dhuratë kaq të pabesueshme? Ai është një djalë i mrekullueshëm dhe unë jam e mbushur në lot." Jafa shpenzoi 8500 pound për motorin dhe plus 2500 pound në një targ ku lexohej: "Thanks sister." Faleminderit, motër.